Shpesh herë në jetë ne kemi tendencë të krijojmë disa përshtypje për njerëzit të rreth nesh. Të krijojmë disa realitete të cilat në fakt nuk e di sa janë aq të vërteta për këta njerëz. Dhe rrjedhimisht ato janë shumë pozitive duke na bërë të mendojmë se jeta atyre është perfekte. Po çka ndodh në fakt pas këtyre dyerve të mbyllura? Çfarë ndodh në fakt me këta njerëz që në pamje të parë janë aq të aftë të fshehin dobësitë e tyre? Libri pas dyerve të mbyllura do të shqelloj këtë temë. Dy personazhet kryesorë të librit janë Gjeku dhe Grace. Gjeku është një avokat me profesion i cili është shumë i suksesshëm dhe në jetën e tij nuk ka humbur asnjë çështje. E në anën tjetër, Grace është një shtëpiake shumë e përkushtuar dhe shumë e dashur. Në pamje të parë, ky çift është fantastik dhe darka që ata mbajnë çdo natë për komshinët e tyre dhe për të afërmit e tyre janë përrallore. Po, a mund të jetë një çift kaq perfekt dhe a mund që gjithçka të shkojë kaq mirë në jetën e tyre? Besoj që jo. Për t'ju zbuluar edhe një detaj të vogël brenda librit, kemi edhe një personazhe tjetër që është kryesore. Personazhja është motra e Grace-it, e cila fatkeqësisht është me aftësi të kufizuara. Po rolin që do ta luajë ajo brenda ngjarjes së librit nuk do të mund ta merrni me mend. Prandaj edhe ju ftoj që të lexoni këtë thriller psikologjik dhe të shkoni deri në fund këtij misteri. Gjatë leximit të librit do të shihni se ky libër do t'ju mbajë brenda tij që nga faqja e parë deri në fund. Do të ketë ngjarje pafund dhe me të cilat ju do të mund të kuptoni se çfarë ndodh në fakt pas dyerve të mbyllura të këtij çifti. A është Gjeku ky avokati i suksesshëm dhe një bashkëshort i suksesshëm dhe shumë i mirë me gruan e tij? Dhe a është Grace një bashkëshorte kaq e lumtur sa të gjithë mendojnë që është?